Një pyetje tjetër. Më saktë një mesazh ndërhyrës, përshëndetje. Jam Irena Gorica dhe zotja Strit më njeh shumë mirë. Do doja të bëja një thirrje që të gjithë të njohin dhe dëshëm që të mos shohim përtej premtime të kota të partive dhe përtej diskriminimit, sepse unë bazohem gjithnjë në një shprehje që bashkimi bën fuqinë. Faleminderit. Irena Gorica. Irena që për kuriozitet. Irena është 16 vjeçë. Pra, lëvizja për drejtësi e shqiptarëve nuk ka vetëm moshën 20 vjeç e lartë. Por ka qenë moshën 14 vjeç. Se qenë 14 vjeç të zë kodi penal, të zë përgjegjësia penale me kodin penal sot në Shqipëri. Kështu që atëherë qenë 14 vjeç, neve po i stërvisim njerëzit që të njohin dhe shoqërinë, si është ndërtuar shoqëria, dhe si duhet të jetë ndërtuar shoqëria. Një shoqëri me drejt, me mirë, që edhe mos bëjnë gabime pastaj. Dhe Irena është një vajzë vogël, por një nxënëse me dhjeta, me të gjitha dhjeta, është dhe krijuese, prandaj edhe e njoh. Është krijuese. Edhe është shumë interesant, edhe çfarë them, është për të ardhur keq, që shumë zona në Shqipëri, pra jashtë Tiranë, ajo pjesa jashtë Tiranë është e harruar, është e shkelur, është në përkëmbur. Po atje ka zoq të lirë, edhe atje ka njerëz të mrekullueshëm. Pra, dhe jashtë Tirane ka njerëz. Do ta lidhin çka me pyetjet që bën para se mbas edhe si kemi ashtu. Njëra zoni thoshte për Elbasanin është vetëm kjo, jo, kjo është për gjithë shqiptarët. Po pra baza është është në Tiranë, Selia, por një pjesë e mirë e themeluesve janë nga Elbasani, Bërthama. Dhe këtu Brumi. Pra brumi kryesor. Pra ose indicia kryesore, nisja e kësaj rrugnisje kaq të madhe umane është prej Elbasanit. Pra shtret në gjithë Shqipërinë. Atëherë Irena është një vajzë me dhjeta. Por duhet ta lidh edhe me atë çfarë tha Nertila, kryetarja e qarkut të Elbasanit. Çfarë tha? Tha, na u deshta që të bëjmë edhe një master tjetër shkencor. Irena është 16 vjeç. Edhe ajo këtë kalvar do të ndjekin në rast se ne nuk bëhemi të përgjegjshëm. Në rast se ne populli, se vetëm populli mungon në Shqipëri. Sepse politikanët janë në rregull. Ere merr njëri, ere merr tjetri pushtetin. Populli është i braktisë. Dhe tani populli po zgjohet dhe po krijon një organizëm të vetëm. Dhe Irena është popull, është një vajzë e vogël me dhjeta atje më ta. Do të mbaroj shkollën e lartë, më fal. Do mbaroj shkollën e lartë. Po i duhet të mbaroj edhe një master. Po si gjithë tjerët do të konsiderojnë. Po s'është mirë kjo gjithë tjerët. Ne jemi kundër këtij modeli që të ngresh universitete pafund në çdo lagje, në çdo qytet vogël, të ngresh universitete vetëm me qëllim për të marrë lek. Të bësh gjuhë huaj që të marrësh lek, të bësh doktorat që të marrësh prap lek. Edhe kur të fillosh punën, pastaj të shkosh te drejtori, përsëri do të paguash parë. Pra, një sistem i ngritur me paran, mbi paran. Ne nuk do të ngrejmë një sistem të ngritur mbi paran. Ne duhet ta operojmë këtë sistem që të ngrihet mbi moralin, me radhë parë. Të konkurrojnë vlerat, të konkurrojnë aftësitë. Po sot vetë për aftësi nuk flitet. Sot mbretëron mëkati, kurse virtuti është shkelur. Vlerat janë shkelur. Sot ne shikojmë deputetë që janë me 8 vjeçare dhe kanë diplomë të shkollës lartë. Këto nuk janë gënjeshtra, po këto janë me emra, por ne do merremi tani të merrem me emrat. Ne duhet të kapim tani rrënjët Sa prej gazetarisë investigative, domethënë ne kanë shfaqur disa shkrimtarë për disa deputet apo ministra. Po, shturp i madh. Pastaj më vjen turp jam shqiptar. Më vjen turp kur shikoj të zgjedhurit e popullit, që faktikisht nuk janë të zgjedhurit e popullit, po janë manipulatorët e popullit, që zihen me njëri tjetrin. Edhe bëjnë akuza personale. Përmenda unë njëri këtu personale, edhe pse Elbasani ka emra pallatesh, emra deputetësh, pallati filani, pallati filani, nuk është problemi tek akuzat personale. Thash, edhe unë të shkoj në një pozicion të presin në prerë dallaverje, të presin në prerë maskarent. Atëherë, si do rrimë? Do të sakrifikoj një njeri. Duhet të sakrifikoj një grup njerëzish që të bëjmë diçka. Unë nuk premtoj lugën e ardhmë. Unë nuk premtoj se nesër dielli do dalin anën tjetër. Po unë premtoj që dielli do vetëm këtu në fakt. Bravo. E aty është bikokën tuaj këtë diell. Është lart. Pra, nuk po premtoj këtë. Ama, do të bëjmë atë që mungon në Shqipëri. Kush mungon? Reagimi popullor. Ato shkëm në Evropë. Evropa e ka reagimin. Po funksionon kjo reagimi, më fal, edhe një eksperiencë. Kjo funksionon se pardhi ishin para ambasadës së italiane. Për të mbrojtur dignitetin e një shqiptari që arrestuar në Itali se putha fëmijën 4 vjeç. Po. Akuzuar për pedofili. Akuzuar për pedofili çobani i Dukatit. Punëtori i llaçit në Itali.
duke përkthyer fëmijën e vet 4 vjeç, i cili lindte pas 7 gocash. Dhe italianët që puthin qenin në buzë, italianët që flenë me kafshën në shtrat, e fusin burg. Pse duhet reagimi popullor? Unë, personalisht, më falni se them unë, po unë e bëra. Unë e bëra. Para ambasadës 1 orë gjys kam mbajtur megafonin. Edhe ndërkohë, përfaqësuesit e protestës u futën brenda, takuan konsullin dhe më vonë takuan ambasadorin. Protesta mbajt e ndezur. Pse? Kështu funksionon ky sistem. Unë nuk po bëj një gjë jashtë natyre. Unë po bëj atë që kërkohet. Pra, neve këtu na mungon populli. Populli është. Por na mungon populli organizuar, i vetë organizuar. Edhe kjo është një punë fisnike, se po ta lëm kështu, të lëm ata në oqeaneve popullin, populli do xhindoset një ditë, ja do i vëj zjarrin në Shqipëri prap. Kjo nuk na intereson. Kjo intereson vetëm kriminalëve. Kriminalët duan të zhdukin gjurmët. Kurse ne që jemi popull i thjesht, ne na intereson ta zgjojmë të popull, ta mbajmë si atë kadmiumin, me jam kimist, si kadmiumi që mban të frenuar reaksionin zinxhir përthamor, ashtu duhet të rrihet populli gjithmonë si amortizator midis pushtetit i cili në Shqipëri për fat keq është kriminal. Për 20 vjet. Për 20 vjet. Atëherë do të them reagimi popullor dhe një më fal që mbajtja protestës gjallë para ambasadës. Bisedimet brenda në ambasadë bën që ata të mendojnë se drejtësia italiane dhe ka gabuar. Sepse nuk njeh edhe diferencën e mentaliteteve të kulturave. Shqiptari, siç duket nga që ka patur idhull mashkulli në shtëpi, edhe nuk ka vënë re shumë se ku e puthet se ku ashtu. Po ka shprehur dashuri njerëzore, dashuri për fëmijën. Pra kjo është një ashtu, po ne jemi të fyer të gjithë si shqiptar, se na bëjnë pedofil, na bëjnë çfarë na bëjnë. Ne jemi jetim nëpër botë. E po s'duhet të rrim kështu. Pra ne duhet të kemi, pra paktën këto fjalë janë një fjalë të reja në fjalorin ton. Po, është imagjino fenomeni. Është vërtet. Nëse njëfsh si fjalë këto homo apo të gjërat e tjera. Po, dëgjoj, prandaj kanë ngelur diçka e pa infektuar në Shqipëri, se akoma s'kan ardhur gjitha pislliqet e botës. Kemi një telefonat, kanë përshtypje telefonata e fundit. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Me kë po flasim? Eri nga Elbasani. Eri nga Elbasani. Okej. Eri, çfarë pyetje kisha? Jo, nuk kisha pyetje, po do të jep edhe unë mendimin tim. Tashi, okej. Kur jemi të gjithë aty dim të flasim bukur. Po sa marrim që kredibilitet dhe vendosemi në përposë i harrojmë atë që themi. Kështu funksionon me të gjithë. Megjithmonë nga ato politikanët faktikisht kur i marrin votat ashtu flilatin si zotëria aty. Po pastaj harrojnë të gjitha. Tash unë nuk e di, domethënë, zotëria nëse ka ardhur aty për shkakun për të bërë publicitet që një të ardhmë fotohet dhe pastaj domethënë kur vendoset me një post ti harroj këto që thot. Jo, kjo nuk është publicitet, kjo është një prezantim në fakt të kësaj partie mediatikisht. Po mirë, pra, është si prezantime, nesër pas nesër mund të kemi, domethënë, leadership edhe atë, domethënë me një parti tjetër, domethënë. Po ideja është që shpresojmë që këto fjalë të jenë, domethënë, fjalë që nesër pas nesër edhe nëse zotëria, domethënë, do ketë mundësinë që të jetë në një koalicion në rëndësi. Këto fjalë që thot, mos i harroj, emisioni është bërë aty, shijur zoti dhe regjistrohet. Ritransmetohet. Gjithë ju që doni të shihni veten, edhe ju që dëgjoni zërin në orën 22:50 të hënën. Po, vazhdojeni. Edhe të shpresojmë që domethënë këto fjalë që thonë mos janë thjesht boshe. Sepse jemi deri në fytyrë që edhe ai me fjalë të bukura. Unë me thënë drejtën nuk besoj. E pranon ndërhyrjen telefonike? Po, patjetër. Po, në telefon. Përsëri e falenderoj zotërinë dhe flet aq sakt. Dhe ka aq shumë të drejtë, sepse kjo është eksperjenca. Dhe i them atij zotërisë që dhe unë, jo si ata, po do bëjmë edhe më i keq. Në rast se populli nuk ndryshon, neve po përpiqemi të krijojmë një reagim popullor. Ku i thoni ndryshim populli? Në qoftë se mua më lën të lirë që të më pushtoj deliri madhështisë dhe unë jam njeri. Pra, është njerëzore që njeriu të mendojë për pasurinë dhe sundim. Kështu është lindur njeriu. Por shoqëria ç'bën? Shoqëria vendos ca mekanizma të tillë që nuk të frenon. Ke lëvizja për drejtësi e shqiptarëve, unë nuk bëhem dot mbret. Unë nuk jam kryetar i përjetshëm. Unë kam frikë se mos më heqin shumë shpejt. Sepse nga që unë jam vetëm unë jam kjo poshtë. Do të thonë po. Jo, aty pse kam frikë? Sepse duhet ta organizojnë gjithë Shqipërinë. Pastaj të largojmë dhe vet. Pra do ta largojnë, do ta krijojnë gjithë Shqipërinë. Pse? Ne kemi me statut. Me statut që ne nuk shpërndajmë grada dhe ofiqe në lëvizjen tonë.
kryetari nuk është i gjithfuqishëm. Kryetari s'është asgjë hiç dhe unë nuk flas dot asnjë gjë këtu pa marrë vendimin e forumeve. Unë mbajt asambleja e 2 televizjes për drejtësi e cila mori vendime shumë të rëndësishme dhe unë flas me këtë ton, flas me këtë zë. Edhe them që nuk bëjmë as koalicione. Ne jemi vetëm e tjera. Por kur të presim reagimin e forcave, po mund të lindin edhe forca të reja tani. Pas 20 vitesh. Eri dhe mund të largosh nëse nuk e po. Jo, edhe një diçka tjetër. Jo, dia që të një minutë. Pra, nëse sepse kemi në telefon. Statuti është i tillë që mua më rrezon kur do herë. Pra, duhet pjesa aktive poshtë që të mos e lë liderin që të bëhet mbret siç na janë bën mbret. Dhe çuditërisht ne rrezojmë një përbindësh dhe marrim një ujë tjetër më të keq se sa të parin. Pse? Sepse nuk funksionon mekanizmi. Pra, ne deri tani kemi vendosur tash themele të sigurta që do hecim. Edhe Eri, mos gaboj quaj, dhe Eri, të mos dëgjoj fjalët e mia të bukura. Por ta shikoj konkretisht që nga statuti që nga programe, të shikoj se ç'bëhet, ja për shemb po të doj ndonjë nga kamera juaj, le të vi sot në Mollas, në komunën Mollas. Fshat është aty. Po aty bëhet një miting i madh sot. Pra, gjithë Shqipëria dëshiron që të bëjë diçka. Edhe aty unë nuk jam asnjë gjë. Janë ata që flasin. Që të flasin. Më fal Eri se të dashim të të shpresojmë dhe ato në miting që kanë ardhur me konsciencën e vet dhe jo të mbledhur nga, domethënë, detyruar njëke. Edhe e dyta, supozojmë sikur nesër pas nesër po marrim çik një larg, shumë larg, domethënë ju do të jeni kryeministër. Atëherë si do veproni ju kur ju jeni kaq e pastër, sepse dihet që i vetëm nuk i bën dot gjitha gjërat. Në stafin tuaj kur mjaft njerëz dihet që për shembull nuk mund të jenë pastër si ju dhe do të vidhnin ashtu si të tjerë, sepse dihet që një makineri që të punojë duhet të funksionojnë gjithë ingranazhet. Një të bllokohet kur dihet që një jeni ju që do punoni si ingranazh dhe tjerët bllokohen, domethënë kur të tjerët nuk do punojnë pastër si ju, se do veproni, se këto njerëz nuk e ku ti gjesh ashtu si ju, domethënë shumica janë që e mendojnë kështu siç thashun pak më parë. Okej, Eri, keni një pyetje tjetër? Jo, pyetje tjetër jo. Ciao, kalofsh mirë. Faleminderit që bëri këtë emisionet. Eri flet me këmbë në tokë. Po pra. Është shumë e drejta që thotë. Kështu është në përgjithësi gjithë audienca Weekend Show, sepse pi Lori kafe turke. Që s'ta ke thënë, do ta kishe thënë më parë, se edhe duam një Lori sot. Por marri dhënjet e Biagio, veikuli komerciali dhe shkojnë të zbukurohen tek Beauty House. Tani unë i bukur jam, nuk kam nevojë. Tani po flas me këtë gjë sepse shoh, po thash problemi janë shumë serioz. Po. Tani çfarë tha Eri më parë? Tha ti një angranazh. Dy pyetjet e fundit që Astriti është një ingranazh. Po. Le të jetë sa do i pastër tha dhe vetë. Po më keq është se Shqipëria sot është një makinë e prishur, pa drita dhe pa shofer. Tani nuk do të shikojmë dhe të gjykojmë këtë ne tani që kemi arritur bruz gremine. Po të paktën të frenojmë dhe të mos e lëmë në tutje. Duke operuar sistemin, pra duke mos qenë partizan të këtij sistemi të mbështetur mbi paranë, edhe mbi gjithë shka private dhe alergji për pronën publike, pra duke operuar këtë, dhe këtë operacion si do ta bëjmë ne? Kjo nuk bëhet me magji. Kjo bëhet kur populli neve të na japin mbështetje, që të kemi grupin parlamentar, pra kur në parlament të jenë njerëzit e popullit, ata që përfaqësojnë popullin, do të bëjnë ligje për popullin. Edhe kështu që këtu është ilaçi, pra tek rrënjët, të bëhen ligjet për popullin. Po ligjen për popullin nuk e bëjnë ata që janë mbledhur sot edhe që njihen si kryetar grupesh interesi, që faktikisht janë grupe mafiozësh, dhe mbledhen si kryetar grupesh interesi dhe bëjnë ligje. Për kë bëjnë ligje? Për popullin mendon. Po i bëjnë për veten e tyre. Pra kjo është katastrofa. Dhe këto domethënë fillon ndryshimi, se po që një njerëz sa do i pastër që dhe unë kam të metat e mia, se dhe unë nuk jam i përsosur, dhe unë njeri jam. Nuk do të varet tek sa i pastër është Astriti, sa është Eri, e sa është Arzani apo tjetri. Pastaj duhet krijuar mekanizmi i tillë. Kushdo tundohet nga pushteti. Po, të tundohet, nuk diskutohet. Atëherë, duhet të merremi me sistemin, me mekanizmin që sa do i pastër i infektuar të jesh, ose sa do qefta kesh ti pushtetin dhe lavdin, mekanizmi mos të lej që ti të bësh mbret. Ky është problemi. Pra, ne do merremi me themeli, ke ligji. Pra, të jemi të parapat ke ligji, po jo ke ligji që bëjnë ata mafiozët, tek ligji që bën populli, te drejtësia që bën populli.